Edgar Morin, një nga intelektualët më të njohur francez dhe figurë e rëndësishme e mendimit bashkëkohor, është ndar nga jeta në moshën 104 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga bashkëshortja e tij, e cila vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të filozofit dhe studiuesit francez, duke theksuar se ai mbeti aktiv dhe i përkushtuar ndaj çështjeve globale deri në ditët e fundit të jetës. Boshllëku që lë pas është i madh, por mendimi dhe guximi i tij do të vazhdojnë të na udhëheqin, u shpreh ajo. I lindur në Paris në vitin 1921 në një familje hebreje me origjinë greke, Morin ndërtoi një karrierë të gjatë akademike dhe intelektuale. Edhe pse fillimisht u formua si sociolog, ai zgjeroi vazhdimisht fushën e kërkimeve të tij, duke bashkuar filozofinë, antropologjinë, psikologjinë dhe biologjinë në analizën e natyrës njerëzore. Vetë Morin preferonte të quhej humanolog, një term që pasqyronte qasjen e tij ndërdisiplinore ndaj dijes dhe shoqërisë. Përveç veprimtarisë akademike, ai la gjurmë edhe në historinë e kinematografisë dokumentare. Filmi Chronique d'une Net, i realizuar në vitin 1961, konsiderohet një vepër themelore e stilit të njohur si cinema vérité. Gjatë dekadave, Morin ushqua si një zë kritik dhe i pavarur në debatin publik, duke trajtuar tema si globalizmi, kriza klimatike, nacionalizmi, pandemitë dhe sfidat e shoqërive moderne. Për shumë studiues dhe akademik, Edgar Morin mbetet një nga mendimtarët më me ndikim të Europës moderne, ndërsa veprat dhe idetë e tij vazhdojnë të shërbejnë si referencë për breza të tërë kërkuesish dhe intelektualësh.